Këtë papritur u bë publik lajmi se Kosova ka humbur Recep Qosen, një nga figurat më të njohura në botën akademike. Njoftimi nga familjarët u bë publik vetëm pas ishe kryer ceremonia e varrimit. Çdo gjë kaloi në heshtje dhe u mbajt tepër sekret për një figurë aq të madhe si ajo e Recep Qosës. Përmes një njoftimi të thellë e prekës, rreth i tij ngushtë ka zbuluar detajet e atyre që ishin dëshirat e fundit të tij. Ndryshe nga çdo figurë tjetër publike të këtij kalibri, e cila përcillet me protokollet e rrepta, ditësie kombëtare dhe homazhe shtetërore, ai ka zgjedhur të kalojë në heshtje absolute. Varrimi i tij është kryer larg dritave të kamerave dhe vetëm me praninë e familjarëve të ngushtë. Në porosinë e fundit që ai ka lënë, ka kërkuar që të mos ketë as ceremoni pritje për ngushëllim nga njerëzit dhe familja dhe ka refuzuar kategorikisht çdo organizim institucionale shtetëror në nder të tij. Të afërmit e tij kanë bërë një lutje të sinqertë publike që t'i respektohet privatësia për të mbajtur këtë zi në qetësi të plotë. Por Recep Qosa u largua me një breng të madhe në shpirt, sepse më herët vajza e tij ka ndërruar jetë dhe për këtë gjë ai ka shkruar: "Humbja e vajzës time të shtrenjtë më ka ndihmuar të kuptoj se sa e thellë është dashuria prindërore dhe sa e pafundme është dhimbja e largimit të parakohshëm të fëmijës për prindin, gjë që më ka bërë të kuptoj e të ndjej edhe se sa e nevojshme dhe se sa e dobishme është pjesëmarrja ngushëlluese për dhimbjet kaq të mëdha njerëzore."